Atëherë, sot do bëjmë intervistë me gjyshen. Atëherë unë do të bëj ca pyetje dhe ti do më përgjigjesh. Je dakord? Përshëndet një herë kam. Përshëndetje shpirt. Non, si ishte jeta e përditshme për babat e Pilena? Ka ndryshuar shumë nga sot? Për ndryshuar, ka ndryshuar, po dhe të mirat e saj, po dhe anë pozitive dhe negative, të dyja anët ishin në ato periudhë. Po dhe mi qik të pjesa më personale, do më tregoshi që kur je martuar. Kur jam martuar në vitin 80, është nostalgjia ajo vit. Ajo periudhë për mua është shumë të shamirëse. Dasma fillon të një javë para, sidomos tek ana e djalit, e dhëndrit, një javë para fillonte, i thonë jellave qahe da ullja. Si vazhdonin përgatitjet, qa bëj? Përgatitjet ishe shumë tradicionale. Neve si anë krajina jonë ka lakrorin i themine, po lakror që habiteshin të gjithë, vetëm edhe mish bëhej dhe me të përbrëndshme, po ishte super, që nuk hahesh mishi para lakrorit, aq e shishme. Para të periudhë, dhe tani vazhdon kjo tradita jonë e lakrorit. Hapesh një sofrë e madhe, dikush do zinte brumin, dikush do hollonte, dikush do piste petën, dikush do ta shtronte. Ishte karakteristikë shumë e mira ajo dhe mesazh. Po ishte më interesante kur piqej edhe mishin në hell, aty ishte lezeti. O, sa mi pran ati prushit edhe e drindin me radhë mishin, që të merë të ngjyrën e ko fillon të dollia njëherë, do fillon të me dolli bash. Po do të apinin me fund, me gryk, si që është dikur një këngë që hidhesh në bisofër edhe kërcenin. Shumë e lezetshme. Mbani niso? Po, patjetër, buqiste këngë. Po shutini marë. Po për pajën, qa kishte paja? Ta vjen ashtë një. Paja ishte kështu që nusja do silte gjitha këto, që themi, do bënte darova, i thoshim neve, për të gjithë njerëzit e asaj familje, gjithashtu dhe për të afërmit, dhe do ndaheshin me pako, me emra, që kjo është për këtë, kjo është për këtë, kjo është për këtë. Ishte një veçanti e rallë, sepse aty mblidheshin të gjithë në atë dhomë dhe nusja do hapte valigje që të nxirrte pakot e parë dhe është e vërtet kjo që kemi bërë. Edhe këndohesh edhe këngë. Ti e ke pajën apo? Unë e shpërndava. Jo, unë e shpërndava. Ato që kisha për të sjellë e shpërndava. Tani ka ngelur ca kujtime të vogla. Aty, po, kam ca gjëra të vogla, i kam. Vajtën gati 45 vjetë. Po qa ishin karakteristike që kishte më shumë brenda, do më thë qa kishte qërqaf, qa? Ato ishin komplete qërqafash, komplete klofash, mbulesa tavoline, perde që bëheshin më para bëheshin me grep. Perdet nuk bëhen siç me tyll tani, me të qëndisur dhe me grep, me sovajk. Kishe shumë gjëra të veçanta, ndërsa tani i kanë që vetëm i duan të gatshme. Jo. Ka ikur ajo koha e brezave që të mbahen këto gjëra, jo. Ka nostalgji shumë për ato periudhë. Ka pas një festë për shumë që festoj vetëm këtu në Tepelen që kishin? Po, ka qenë festa quhet tek e 1 majt, blidheshin atje, ishte një rap i madh aty dhe çdo 1 maj aty bësh një festë madhështore. Çdo familje përgatiste si weekendi që bëhet, edhe ne dikur ashtu bëni përgatisnim gjërat me një boçe, ato gjërat edhe vatra uleshin sipas familjeve. Po ishte
shumë bukur, me këngë, me orkestra, kishte goxha harmoni me jo vetëm me familjar, po dhe me ata që ishin rreth e rrotull, këmbenim edhe ndonjë ushqim të ndryshëm. Ka patur goxha, ka patur. Unë i kujtoj me nostalgji të madhe këto. Po kur lindin fëmijët, se di që bëj Një gëzim i papar, kur lind fëmia i parë një herë dhe sidomos kur lind djali, aty aty bëhesh një hape i lajmi që lindi nusja djalë dhe do bëhej një tepsi e madhe plot me petulla dhe do shpëndaj aty në lagje. Is përkat një petullën dhe me sheqer sipër.